Doma ishte e thjeshtë, por plot tingush. Jo tingusht që dëgjojnë shumë ka njerëzve. Per Kajon, vetëm 9 vjeç dhe i verber ke nga Lindja. Bota u formesua nga dritjet e zërit të nenes së tij, zurma e hapave të babait të tij. Era ke frin të kunder dritars. Por, më mbi të gjitha, bota e Kajo ishte bere nga tingulli i Titus. Tito ishte një papagal me gjokës të vërdhet të gjalle dhe si ke dukej se kupton të gjithçka. Ishte një durate nga gjishi i Kajo pak, para se të ndahe nga gjeta. Kjo atë here, a gjo eshte bere me shume, se nje kafshe shtepjake, eshte bere vizioni i gjallit. Tito refeu shtepine me tingusht e ti. Imitoj zerin e nenes së ti, para lajmeroj kur vinte dikush dhe magje ankohej kur ushkimi i Kajo ishte shume i ftote. Por ajo ke i beri me shume per shtipje të gjiteve ishte nje. Tito, kure nuk bertiste apo kendoj me zete larte ret Kajo, ai foli, po tuaj se sinje njeri, po tuaj se sinje mik, gjali u lej studiten e të njëjtin vend, pra ne ka fazit kërra lehere mbylej. Gishtat e vegjel të Kajo kaluan, nga dale ne perpendet në gjoksin e Titos de papagalli, i duruar mbeti ati i palevizur, dukej sikur flisni pa fjale. Dora e Kajo u drod pak sandersa perke deliskepin e papagallit. Aja koma atje. Tito, pjetja i mezete ulet. Unë gjam ketu Kajo, ju përgjigje Tito, menjeze këtë kushtonte atë të babait të ti. Ishte e suditshme dhe e bukur në të ngjashten kohe. Atë ton paksa të ngjyrur, menje intonacion ke vetëm e mund ta arrinte. Kajo keshi dhe fityra e tij fituin gjeshkel kim kesite nuk e shfaknin. Pikerisht në atë moment nena. E tij ana kante gjithmone. Ajo kaune heshtjen e kuzine, me peshkirin e enev ke imbulon të fityran. Kajo nuk e dinte por po perke kisohej. Sistemi i tij imunitar i do besuar nga një semundje e ralle po leshonte rrugan. Miket tani se nuk i kishte mbetur shumë kohe, por askush nuk pati guksimin tia toshte keti. Tito duke si i dinte. Filloi të flinte gjashtë kafazit, prane shtratit të Kajo. Ne oret i para të mengjesit, papagalli perseriste, me zeta ulet. Gjithçka do të jetë mire, Kajo, gjithçka do të jetë mire. Daj, edhe papare gjali buzekeshin e gjume, sikur të dëgjon të një engjel, atë mengjes të seshtunes, djeli nuk doli nga dritargja, ishte re, por Kajo nuk e vuri re. Ajo kën gju ishte heshtja, Tito nuk kishte tene asgje kur u zgjua. Dora e gjallit kërkoi kafshen, duken gjere dishekun, pastaj dishemenej. Tito, peshperiti ai, një moment heshtje, dhe pastash nga poshte shtratit u degua një shushurime krahesh. Tito ungjit në mbulese me perpjekje, ishte me ingadalshem. Kajo preku trupin e ti dhe u vrenjos. Tipo silesh quditshem. Sot, papagali nuk u pergjigj. Ai vetëm më mbeshteti koken ne krahun e gjallit, dhe mbeti. Nena hiri ne dome dhe undal të dira. Ai e paskenen. Gjallin e tij, me si të shodher, duke perke delur kafshen me dashuri, dhe papagalli, i shtrire pranë ti, sikur të tosh të lam të mire. E gjovuri dorene mbi gogjekët e muskante. Kajo, ta agjo me zerin e sajt të tërë, a donita hanidreke. Me vone mami, Tito po me tregon një histori, dhe pastaj ai heshti, duke dëgjuar zhurmen i kraheve kë nuk rinin. Joksi i Titos ngrihej e binte ngadale dhe Kajo e ndoki këte rritem me gishta, sikur të leksonte një liber braille te bere nga gjeta. Ishte një logj skene kë askush nuk du të besonte, nese nuk du të ishte regjistruar. Atenate, rastësisht, kamera e sigurisi në dhome, e perdonur per të monitoruar Kajo në oret, e para të mengjesit. Kapi diçka ke as në gjemgjek nuk mund të shpjegonte. Në orën 3 e 17 qete të mengjesit. Tito ungjit në trajezen e krevatit dhe i peshperiti, në vesh Kajo, moski frike, unë gjam me ti. Kajo u zgjua me një frike, por per heret e pare pas gjavesh, a i buzekeshi, rahjet, e tisht të zemres, të cilat dërja të hera, ishin të paregulta u stabilizuan.
Videoja du ti zbulohej dite me vone, por ne atë moment kishte vetëm heshqe, dhe tingulli I shenjte midis një gjali kë nuk shihte dhe papagalit kë. Dukej se shihte per ti, do më mbante ere etër dhe pambuk. Drita filtronte per mes perdes ngjire bezje dhe bota. Per kajon ishte vetëm një grumbull tingush, tekstesh dhe ngrohte si këmbetej nga prania e ngjirezve. Per me shume se çdogje ishte titi, papagalli gjuaj. Ai ke nuk e la gurre, askur shtepja rane heshqe, askur e ke shura ushua, askur semunja I ambili site per gjithmone. Tito ula ti në pjesene pasmet e koltukut të vjetir prane shtratit, nga njëhere a I reskiste poshte të jasteku duke I rahur lehte floket kajos, sikur të donte të zgjonte nga një maktke nuk mund të dallonte me nga realiteti. Untëll, a je ati Tito, murmuriti kajo zeri I ti kerciti. Tito u pergik shmenje tingull të ulet, pot huaj se një peshperiqe. Sikur të dinte këç do zhurme tjetër do të ishte të pert per gjallin. Frimemarja e kajo erdi në vale të shkurtra, sikur që do frimemarje të ishte nje per pjekqe. Qarsafi ka e mbulonte nuk ishte me I nëngrohta. Ishte prania e papagallit kë beri diferencen. I gjor nëngrohtesi kur I ulaj në gjoks, lehtesia e puplavi, mënyra se si dukej se dëgjon të zemren e gjallit me vëmendje se që do mjek. Atë mengjes, diçka ndryshoj, babaj hajrine e dhome me një veshtrim të zbrazet, e ema me duar ke drideshin regulloj batanijën sikur të ishte hera e fundit. Heshqa me styre ishte me e forte se një ulerime. Tito shikonte gjithçka, syte e rumbulaket I të shëndrit shem leviznin nga njerit e qetri. Ajin gju e dinit. Trupi I tij I vogël jeshildride nga një nervozizëm ke askush nuk e vuri reatje, përveç kajo, I cili zgjati doren me veshtiresi. Në Tito u hodh mbi qarqaf, duke u ngjitur nga dale, derisa skepi I ti preku majat e gishtave të gjallit. Prekja ishte e lehte, pothuajse e turpshme, sikur papagallit e kërkon të leje. Kajo buzekeshi, një buzekeshgje e zbehte, por e vertete. Mykeni ditur gjithmone apo gjo. Gjithmone e digja kur ndihesha kek. Tha I duke peshperitur. Kendroni ketu, mos u largo. Si ta e kajo ishin të mbillura, por brenda shihte gjithçka. Pas diteve ne oborin e shtapise kur shihte. Ende Tito duk luashtur me gjetet, duke kërsier në bar, duke imituar të keshuren e tij. Ai kujtoj ditën kur mjeket, I tane se shikimi I ti do të largohej. Tito shëndroj, I kete per 3 dite, pa kenduar, pa fluturuar. Ai e ngjeu atë para kush do qeter. Tani heshqa e ti shdim të serish. Hyri infermierja, kontrolloj pa gjisjet, ju reguluat oksigjenin. Zeri I bipit e mbushi domen me një tension të ftohtej. Tito nuk levizi, ai kendroj ati I palevizu me trupen pak të lakuar mbi gjoksin e gjallit. Ai ishte vendi I ti. Kjo kafshe nuk largohet nga une. Apo jo? Komentoi infermierja, duke u përpjekur të detiron të një buzekeshje. Nena e kajo vetëm tundi koken, pa mundur të fliste, duke I sikur të gjithë perët e kishin pranuar tashme. Perveç Titit, ndërsa binten ata higjet në dhome dukeshin me të dendura, drita nga monitori I oksigjenit gjurmoj via jeshilen e tavan. Kajo flinte duke marre frime me veshtiresi. Tito, ende atje, pa pritur, pa paralajmerim, kajo filloj të trazohej. Gishtat u drodhen trupi u përpokte ngrihej në spazmat e pavullnetshme. Nena Bertiti, babaj vrapoj, mjeket hine. Loma e sila me pare ishte e kete, u shënderrua në stuhi, por Titus nuk levizi, ati kendroj. Dhe pikerisht në atë moment në mes të kausit ai foli, nuk ishte vetëm ndonjë tingull, nuk ishte nje perseritje e fjaleve të mesuara. Ishte diçka ndryshe, në gjë tingulli pastere I karte kë përshkoj agjrin sikur koha të kishte ndalur, në gjë zekë të gjithe e dëgjuan. Kajo, une, ketu, do mangriu, nena pushoj se kariper një sekonde, mjeke shikuan njeri qetrin. Babajra në gjunje, dhe Tito duke kendruar në gjoksin e gjallit per seriti.
Kajo, te dua, lotet rodhen ne fytyren e gjallit, edhe pangjengja, edhe me stubave, diçka brenda ti degjonte, rashjet e zemres u rritën per një moment. Me pas u stabilizua, Tito zbriti ngadale, a imbeshteti koken mbi supin e gjallit të heshti, nje heshtje këtë hoshte me shume se qdo fqale, nata vazhdoj, kausi ka kaluar, por ajo fqali mbeti ati duke bere gjehone mes mureve të dhomes. Një mrekuli me pupla jeshile dhe një shpirt blu, muret e spitalit nuk gjane dukur kure kakta e vogla, lajmi u per hap në heshtje, si një sekret kë perhapet mes veshtrimeve të trembura dhe duarve në gjoks. Infermieret po flisnin me peshperit që. Një mjeku betua se ishte imaginata e ti. Një tjetër ta se papagaj të janë inteligente, por se. Kjo ishte ndryshe. Në repartin e femieve, doma e Kajo u be kendra e diçkaje të pashpjegueshme. Tito ishte ati, si gjithmone, me pendet pak të gervishtura, me site vigilente. Por kishte diçka të retekaj, si kur ta isha plakur brenda natis, si kur ajo të dua të kishte marri një pjesë të shpirtit, ose të zbulon të një ka ishte gjithmone ati, Kajo nuk uzgjua ende jo, por diçka brenda tish ndihej ndryshe. Rajet e zemres ishin të këndrueshme, frime margjame ritmike. Infermierja komentoj me lot në si, është si kuraj. I dëgjoj vertet. Prinderit e Kajo nuk u larguan me nga doma. Nena imbante fort doren e gjallit e kuraj nuk reagonte. Babai solli batanige lule, që do gjekve do të tjente ftohtesina e pajis zhevu. Dhe Tito kendroj i vendosur, nuk kendoj, nuk fluturoj. Vetem duke pritur, i heshtur. Koha e tij ishte koha e Kajo. Te henen diska e teu ate heshtje. Në mami, da zogu i vogel, zeri erdhi nga nje vajtëse e vogel e shtruar në pavigjonin qeter, ajo ishte 6 vjetëse e veshur me një fustan blu të hapur dhe me një ivë të varur nga krahu. Ajo po ekte në koridor me karocen e saj me rota kur degjoj Titon të persiriste ate ke kishte teni ate nate. Kajo, te dua, vajza ndaloj, aj kau, aj ta se ishte e bukur se dukej si magji. Dhe brenda pak minutash i gjithë krahu e dinte, mjeke, paciente, nena vullnetare. Te gjithë donin të shinin papagallin që fliste nga dashuria, por kjo nuk ishte e gjithë, të në sermen në mëngjes Tito filloj të imitonte të keshure në Kaju. Ajo e keshure e vjeter nga kura jendeshite, i shpejte i gjate plogjete, ishte e pamundur të mos njihej. Ajo beri gjehone si një fantasme e gezuar në domen sterile, nena shpertheu në lot. Baba i mbilli si te, duke u perpjekur, të frenon të gjithka kërrit të gjashti. Ai po perpiket të kthejë peshperiti nena. Ai po teret Kajon per seri, Tito e qi ne gjoksin e gjallit. U ull mbi supe, ajo zbriti ne gjastek. Don gjehere, ai godis të leta faken. E dzbejte të Kaju sit me skepin e ti. Lukej sikur po perpikaj të zgjonte nga njeg gjume shume i tele. Ate pas dite, një gazetar mberiti në spital. E tiri dikush nga ekipi mjekesor. Ai ta se kishte diçka ke bota duhej të shite. Ai mberiti me kamera, por u prit me heshtje. Askush nuk donte një shfaqje. Ata thjesht donin të regjistronin të pashpjegueshmen. Kur kamera u ndez, Tito shikoj drejt e ne objektiv. Dhe me te një ten ke tesi si gjithmëne, ai per seriti, Kajo, tehu, videogja, u transmetu apo atenate. Dhe ne me pak se 12 ore, unë kisha u dhetuar tashme në per bote. Rjetet sociale ka ne shpertjer. Mesazhet mberiten nga të gjitha anet. Gjermania, Japonia, Argentina, Afrika e Jugut. Njerëzit që nuk e kishin pare, kure Kajo kane për te, a i zogi vogel eshte një engjel, unë kam kare tashmetre here duke e parekete, një mrekuli ka formen e një pende, por per prinderit, as gje nga keto nuk kishte rendesi, gjithçka ke donin ishte ke Kajo të kthehe. Në ten gjeter, shiu i madrane qatine e spitalit. Pikate trashat rokisnin në dritare si gishtat e shketesuar. Tito ishte i kete, si ta embelur, gjoksi ngrihet nga dale. Edhe ai ishte, i lodhur,
No, atë momenten dodhi. Në mes të natës, me prinderit që flinin në karriget e forta, dhe Tito gati sa nuk humbimen gjen në barkun e gjallit, një tingull i doli nga buzet e Kajo. Titus, i dobet, po tuajse e padegjueshme, por reale, mami u zgjua mengjëhere, a ju ngrit në kembe pa mare frime, baba ju ndalëm bi batanie. Monitori tregoj një rritje të lehtë të rajeve. Oksigeni ishte ende i lartë, por gjoksi i gjallit leviste me rjetëshem. Kajo levisi gishtat, verullat, një merzitje, po kthehet të nëna me zerin e saj. Zoti im, ai po kthehet ti të ngriti koken. Ai e shikoj drejt e në fytyre Kajo, me skepin e taj prekulehte majën e hundes e gjallit. Dhe ai buzëkeshi. Po e buzëkeshi ashtu siç dinet e buzëkeshin vetëm kafshet, me sita e tire, mrekullia nuk ishte vetëm zeri, ishte lidhja, ishte dashuria që nuk ishte nevojë për shpërblim, ishte shpirti në gjali që tërhike. Më nguksimi i nje zogu që refuzoi të pranon të fundin. Të homadoso atarë tani duke se merte frime bashke me te. Kajo ishte zgjuar, jo plotesisht ende e briste. Ende mes të lave dhe makinerive, por syta e saj tembilor nuk ishin me ne heshtje. Ata ishin prezentje, ata ishin rezistense. Majat e gishtave të tij lëviznin në ngadale, si dikush që kërkon trupine. Vetëne e resire. Lëkura eshte ende zbehte, buzet e prera, por atë që kishte gjeti. Migiket nek situan kërë ndryshuan shenjat, rajet e zemres u bene me të forta. Përgjësiet filluan të binin me ritme me pak agresive. Nëna nuk mund të ndalon të sekari. Babaj me grushtat të shtrenguar nesi u gjungjezua në septe domes. Lotet ridnin si kur i gjite trupi polante një traume shume të vjeter. Por Tito nuk levizi. E këndrui ati e bijastek me skepin e shtipu pas veshit të Kajos. Beritin gujt të ulet, si një kenge e peshperitu. Nuk ishte një zi, nuk ishte imitim, ishte një tingull kete kushton të botem paradimjes. Një jehone e kohis. Kër Gajo vrapoj me të ne oborin e shtepise kër endeshite kjelin dhe pemet të dëgjon. Peshperiti nena. E di kë dëgjon, vizitat ishin të ndaluara atë diti. Spitali u perpok të mbante gazetaret, kureshtaret, telefonat celulare të drejtuar, por nuk e mbajadot me. Ajo që pondot të në atë dome ishte për të qdo protokolli. Dhe të gjite e dinin, njen nga infermieret me të vjetra, me floke gri dhe si të vegjel, solin gjel e tër. Kjo ishte në tabelen tonë të brendshme të buletinit. Shtelinin nga një femije në paviljonin i onkologjise. Ajo ta se donte t'i gjepte forse Kajo dhe zugut të vogel kë. Flet dashuri në letër të haj. Kur bota e resohet, dëgjo zerin e ati që nuk taka braktisur kurre. Nuk eshte gjithmone i zhurmshem, por eshte gjithmone i vertete. Nëna e ngjiti letre në mur. Nëja nën e shtratit, shume afer Titos. Në atë moment Kajo levizi buzet, nje levizje e vogel, po tuajse e padukshme por Tito e pa, a ju hod me afer. A i vendosi një putra në gjoksin e gjallit dhe i godit i lehte mjekren. Ti, tës fjala doli si një frime, nëna bertiti. Baba i vrapoj, mjeket nak situan, por askush nuk i besoj asaj ke po shihnin. Kajo ende i verber, ende i dobet, i njohu emrin e mikët të tij. Dhe ai e thirriate, ai eshte kthyer, tha doktori duke i thirr zeri, ai gjali u kthye per atë zog. Ditet ne vigjim ishin gjem rekulli në kryzhim, i ngadalshëm, e dimshme, por plot fitore. Te vogla, Kajo filloi të terist të fjale. I njoha zerat, a i kërkoj Titon në prehër. Dhe kur Tito u ull në gjoks, monitori i zemres u stabilizua pothuaj se mengjëhere. Si kur zemra e ti kujtohej te rite plotesisht, vetëm kur në gjë dimbjen i shokut të ti. Infermierët shkruajtën gjithçka, i gjitë spitalin doki e kyrin. Dhe Tito u be pjesë zyrtare e ekipit mjekësor, i plotesuar me një distinktiv dhe gjithçka, me gjithhate, jo gjithçka po sherohej. Kanceri ishte ende ati, duke e kur per para, i heshtur, e padukshme per syte tashme të turbulte. Gajo,
Mjekesja beri atë ke mundi, por koha ishte e shkurter. Ajo ke I ndodhi Titos ishte nje mrekulli, por mrekullite ndonjëherë zhane para lajmerime lamtumire. Nje nate, Kajo kërkoi diçka ndryshe. Duhet të dëgjoj Kielin, tha ai me zërin e ngjirur. Paraq se e bir. Pjeti babaj duke mbajtur lotet. Tingulli, kënaqshër Kieli kur ishte I gëzuar. Te I gjithe shikuan njerit qetrin, ata nuk dinin çfarë të thoshin. Po, Petus e dinte. Ai fluturoi në imazhet e tribunës iu, friu gjoksin dhe leshoi një tingull që askush nuk e kishte dëgjuar me pare. Nuk ishte një fjale, nuk ishte duke kënduar. Ishte një melodi e lehta, si rames gjethevi, një tingull I paster, kë I beri domente dridhej, dhe Kajo buzekeshi, një buzekeshje e plote, e dikujt kë pa me veshet e dyreat e kësite nuk arrinin me. Kjo eshte ajo, tha ai, parajsa eshte titi, te në sermen në mëngjes shtypi njoftoi. Gjali I verber emocionon botën kur zgjohet nga zëri I papagalit të ati. Dhe në rrjetet sociale një video u be viral. Në te Titus ta, të dua Kajo. Dhe Kajo u përgjigj me 20 dobet. Të dua me shumë Tito, miliona e shikuan, por asgjë në krahasim me atë kë prinderit paneme, si te e tajrë. Lidhjen mes një gjallit e një zogu ke sfidonte logjikën, shkencën dhe vete kohen. Kili atë mëngjes nuk ishte blu. Ishte një e bardhe e zbehta, pa drejtim, sikur bota kishte haruar si tek dihej. Kajo nuk u zgjua. Monitori prane shtratit shfakte sinjale gjithnje e me te dobeta. Numrat ishin ende të ndezur, por pa ritem. Sikur ta kishin friket e shketesoheshin. Sikur vete pa gjishja e kuptoj se momenti tani ishte ndryshe, nuk ishte per të kursjer, por per të leshuar. Tito ishte ati, u lur në gjoksin e gjallit, në heshqe. Une nuk këndova, nuk I perseriti fjalet, nuk I imitonte me frazat kë mesonte, dhjesht mbeti, si një ushtar në rozhe, si një kultimi gjalle, si pjesa e fundit e një jete kë nuk pranoi të mbaronte, nëna e kapidoren e Kajos, babai I saj, prane saj, me sytë e ngullur në tavan, sikur ta ishte përballe një zoti, të fshehur, këtë dim beten pëfgjale, logji I dimgjes ke nuk bertet, thjesht vrapon, më gjiket nuk të ne asgje, ata vetem shikonin, a gjo ke ndodhi ne ated home nuk fute në protokolle, nuk mund të kontrolohej nga morfina apo bisturi, ishte diçka qeter, diçka e vjeter, e pashbjegeshme, diçka ke vetem dashuria e kupton, dhe e pastaj, njëse I shkurter, delikate. Tito filloi të fliste, por gjo me ze, me trupin, me krahe rritë lehte në sarsaf, një levizje ritmike, si kur të lekundet Kajo, si një ninule per dike kë eshte shume I lodhur per te hapur. Sita, dhe, duke mare frime, Kajo mori frime, telle per heret e fundit, ishte një psheretime e gjate, një pushim, monitori bip, pastaj heshtje, në naberti ti, babai I mbajti të di grushtat në gjoks, mjeket u afruan, por askush nuk guksoj të largonte Titon prej andej, as mos e prek gjallin, zogu uli koken dhe ushtri në zemren e Kajo, si dikush kë perpiket të, lëgjojej honat e fundit, si dikush kë pret një mrekullit e kundert, e kendroj I tile per ore të tera. Pas ditën e senjajtes dita, lajmi u perhap në të gjithë vendin, gjalli I verber levis boten me mikesi prekese. Dilagohet në krahet e papagalit të tij, spitali publiko imazhin, të autorizuar nga prinderit, të Titos I shtrire në gjoksin e gjallit. Një imazh që I ka perseu kufishtaj, kë askush nuk mund të harronte, ishte me shumë se një foto, ishte një plagë në formën e lamtumires, zgjimin dodi didita me vone, në një domet e vogelit të tjeshte, me stola druride, lullet e bardha në vazo të turpshme, arkivoli I mbyllur, mbitej një lodere vjeter, një mini tastiere, ajo me të silen, Kajo perpikej të kryon të tinguj edhe kur nuk shite me. Prane, letra kë kishte lene zonja onkologe, dhe në kender, Tito, papagalli ishte ati, në kembe, prona, me syte e ngullur në arkivol, ai nuk foli,
nuk lëvizi, sa po shikova, dhe me pas ndodhi diçka. Ndërsa pastori u afrua për lutjen e fundit, Tito hapi nga dale krahet dhe shkiptojnë gjë fjali e vetme, ai foli a kartesat e gjithë heshten. Në rregull, mami, e shoh tani, nona ranne gjunjë, babaj e mbajti ati. E gjithë domash për theu nejlot, nuk ishte një persëritje e thjeshta, askush nuk e kishte të ne atë fjali me pare, ishte Kajus. Zeri erdi preshtaj, gjo nga goxha, por nga Titi, sikur shpirti të kishte gjetur një rrugë përfundimtare, një shkurtore midis boteve. Shtipi e kuajshti atë në mrekulli. Të qerate rastesisi, por ata ke ishin atje dinin, dashuria nuk ka nevojë për shpjegim. Pas varrimit, Tito u zhduk. Fluturoi pa drejtim, nuk ke ardhur në shtepi. Ai nuk u ulme mbi shpatulen, e te atit as nuk godis të qepet e gjastekut. Ata kerkuan per ditë e tjera, ata tiren, ata ofruan shperblim, por papagalli thjesht u zhduk, derisa muajmevone diçka ndodhi. Në nxje fshat të larget, nxje i moshuar gjetinxje, papagalët e ullur në dritaren e spitalit lokal. A imbante nxje bizilik të vogel, në putren e tishme inisialet CFI, Caio Fernandez. Buriu për pokta merte, por papagallive tem da, unë me te, shdo gje eshte në regulltani, dhe fluturoi. Ai nuk u pami, por ati në ate fjali, kishte mjaft për te mos dishuar, sepse kur një dashuri eshte e vërteti, a gjo kërre nuk largohet protesisht, dhe ndon gjehere, vetëm ndon gjehere, ai fluturon.